Lutja përballë madhërisë së Allahut, shpreh pa fuqinë njerëzore dhe plot me ndjenja të madhërimit dhe të dashurisë ndaj krijuesit, shpreh kërkimin e mirësisë, ndihmës dhe faljes së tij. Duaja është përmendje e madhërisë së Allahut xhaleshanuhu, është lutje, lavdërim, hamd, falënderim, shukër dhe njëkohësisht është shprehje e dashurisë dhe respektit ndaj tij. Madje, nëse lihen anash disa dua të cilat realizohen në kohë dhe hapësira të veçanta, atëherë duaja në kuptimin më të gjerë dhe më të përgjithshëm mund të përkufizohet si një adhurim që nuk kushtozohet nga asnjë ceremoni, i zhveshur nga të gjitha format dhe rregullat, që posedon vazhdimsinë aspektin kohor dhe hapësinor, pra një adhurim që tregon lidhjen dhe komunikimin e vazhdueshëm të robit me krijuesin e madhërisëm. Thënia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tek Allahu nuk ka gjë më të vlefshme se duaja, të rreq vëmendjen për rëndësinë e këtij adhurimi. Në të vërtetë, pejgamberi alayhis salam në lidhje me duan ka thënë, duaja është thelbi i ibadetit. Kurse sipas një transmetimi tjetër ka thënë kështu, duaja në vetvete është adhurim, dhe pastaj ka lexuar këtë ajet kuranor. Zoti juaj ka thënë, më thirrni mua, unë ju përgjigjem, dhe ata që nga mendjemadhësia i shmangen adhurimit ndaj meje, do të hyjnë të nënçmuar në xhehenem. Allahu i madhërisëm dhe i plotfuqishëm duke thënë, më thirrni mua, unë ju përgjigjem, i fton në robërit e vet drejt tij, ndërsa dithi, nëse nuk është duaja juaj, me çka t'ju vlerësoj Zoti, o përkujton në robëre qëllimin e krijimit të tyre. Në këtë mënyrë, njeriu i cili është krijuar për të adhuruar Allahun, i kërkohet që të manifestojë robërinë ndaj krijuesit të vet. Përderisa esenca e robërisë, adhurimit është duaja, orientimi i njeriu me lutje ndaj Zotit, në fakt do të thotë përpjekje për ta njohur si duhet krijuesin dhe madhërimin e tij me respekt. Në realitet, a nuk është kjo kërkesa e krijuesit të madhërisëm? Ndoshta duaja është konsideruar si esenca e robërisë dhe adhurimit për shkak se robi, kur bën dua, në mënyrë konkrete, manifeston pavësinë e vet, kupton vendodhjen dhe kufijtë e tij dhe përballë madhërisë së tij për ulet me respekt e dashuri. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e madh, Allahun e adhurojmë, prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Përshëndetjet tona mbi vullën e gjithë pejgamberëve Muhamedit alayhi salatu wassalam. E falenderojmë Allahun e plotfuqishëm që lutjen e bëni pjesë e jetës tonë. Lutja do të thotë me thirr të madhin Allah. Lutja do të thotë me dëshiru nga i madhi Allah. Lutja do të thotë me kërku nga i madhi Allah. Vetë lutja në vetë ngërthen adhurim. Ad-duau huwa al-ibade, thot Muhamedi alayhi salatu wasalam, duaja, lutja është adhurim. Njeriu me anë të lutjes dëshmon vetveten se adhuron vetëm një Allah, që do të thotë se e kundërta e kësaj është që i anashkalon, i largon zotrat të tjera. Njeriu me anë të lutjes tregon se është nevojtar ndaj Allahut të plotfuqishëm, i përkulet Allahu dhul xhelal. Dhe lutja, atë që e thamë më para, është çelësi i çdo të mire në këtë botë. Pra lutja është arma e besimtarit të mirë, besimtarit të sinqert. Besimtari fillon ditën me lutje dhe mbaron ditën me lutje. Erdh një beduin te Muhamedi alayhi salatu wasalam, i tha, o i dërguar i Allahut, më trego, tha, nëse është afër Allahu, ti lutem Allahut me zë të ulët. Nëse është larg, ta thirri Allahun me zë të lartë. Në këto momente zbret një ajet kuranor ku thot Allahu dhul xhelal, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ja Muhammed, të pjesin robrit e mi për mua, unë jam afër. Që do të thotë se me këtë ajet i madhi Allah tregon se Allahu është afër. Nuk ka ndonjëherë nevojë
me kërku prej Allahut me zë të lartë, po Allahu e di edhe çka kemi në zemrat tona. Për arsye se lutja është lidhshmëria ndërmjet zemrës së besimtarit me Allahun fuqiplot. Pastaj lutja ngërthen edhe nevojën që robi i tij e ka ndaj Allahut. Atë që tham, robi dëshmon me anë të lutjes se nuk ka zot tjetër përveç të madhit Allah. Edhe kur është mirë, edhe kur është në vështirësi. Pra lutja është lidhje e fortë ndërmjet njeriu dhe Allahut prej fillimit të ardhjes së tij në këtë botë deri në mbarimin, shkuarjen prej kësaj bote. Me një hadith thot pejgamberi alayhi salatu wassalam se sikur njerëzit prej njeriu të parë Ademit alayhi salam deri te njeriu i fundit, duke i ashtuar edhe xhinët që të kërkojnë prej të madhit Allah, të luten të madhit Allah për gjithë ato që dëshirojnë, që kanë nevojë, thot nuk do të shterët, nuk do të humbet pushteti, pasuria e të madhit Allah. Pra Allahu Dhul Xhelal ka shumë. Ne mjafton që për çdo send që t'i kërkojmë të madhit Allah. Duaja është zhvillimi një dialogu, pra themelimi një komunikimi mes robit dhe krijuesit. Gjatë këtij komunikimi, robi në mënyrë të sinqertë ja parashtron situatën e vet atij që ka krijuar, pra e shpreh pavësinë dhe pamundësinë njerëzore, dhe përballë kësaj, nga jo pozitë e lartë, kërkon falje, dhurim, mëshirë, fuqi dhe mbështetje. Në këtë mënyrë e manifeston përkushtimin, nënshtrimin dhe sinqeritetin që ka ndaj tij. Ky komunikim mes njeriu dhe Allahu xhaleshanuhu nuk mund të kufizohet në kohë dhe hapësirë. Njeriu mund të bëjë dua në çdo moment dhe në çdo situatë. Këtë të vërtet e shpreh ajeti në vijim. Për ata që e përmendin Allahun me përkujtim, kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellon në mendime rreth krijimit të qiejve të tokës duke thënë: Zoti ynë, këtë nuk i krijove kot, i lartësuar qofsh. Ruana prej dënimit të njeriut gjatë tërë jetës ballafaqohet me shumë gjëra të patikalueshme. Ai përjeton momente të zemërimit, pikëllimit, vuajtjes, frikës, pafuqisë, vetmisë dhe dëshpërimit. Në veçantë ku ngushtohet në raste të rënda, edhe më tepër e ndjen nevojën për t'u drejtuar Allahu xhaleshanuhu me lutje, duke qenë se shpresa se Allahu i madhërisëm do t'ja pranojë lutjen, ja leson brengën dhe pikëllimin lutësit dhe jep forca atij për qëndrueshmëri, rezistencë dhe durim. Prandaj njeriu në situata të vështira duhet i drejtohet me lutje Zotit xhaleshanuhu. Lutja përballë këtyre vështirësive, ashtu siç thekson edhe i dërguari i Allahut, është armë e besimtarit. Gjithashtu pejgamberi ynë ka thënë: Kujt prej jush që është hapur dera e lutjes, kjo do thotë se atij është hapur dera e mëshirës. Duke pat parasysh se ka disa rregulla të cilat njeriu duhet t'i drejtohet të madhit Allah. Pra rregulli i parë është që t'jemi të pastër në trup dhe t'jemi të pastër në shpirt. Dhe pastaj rregulli tjetër është të kthehemi ka kibla. Pastaj tjetër t'jemi ta pranojmë mëkatin, gjunahin të cilat e kemi bërë. Pastaj të insistojmë në doan, në lutjen. Pra lutja tjetë pa ndërprej. Nëse mund pak ta kuptojmë, o siguraj shembulli i fëmijës të cilët është i vogël dhe kërkon prej prindërit diçka. Dhe nëse nuk ja jep prindëri, ai fillon të qajë me të madhe derisa ta fiton atë të cilët e ka në dëshirën e tij. Ashtu duhet të jetë lutja të cilët robëri ja bën të madhit Allah. Pra me insistu derisa nuk ja plotson dëshirën i madhi Allah. Pastaj kemi rregulla tjera, janë muaj i bekuar i Ramazanit, posaçërisht 10 ditë e fundit të muajit të Ramazanit. Me ju lut në ato ditë të madhit Allah me të madhe. Pastaj është nata e Kadrit, të cilët dallohet prej netëve tjera. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu se Hazreti Aisha ju ka drejtu bashortit e vet, në këtë rast
të dërguarit të Allahut, ja Muhammed sallallahu alaihi wasallam, më tregon një lutje, një dua të cilët dua ta them dhe t'u tregoj njerëzve tjerë në këtë natë bekuar. Pejgamberi Muhamedi alayhi salam i drejtohet, ja Aisha thuaj, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Thuaj o Muhammed, se Allahu i plot fuqishëm është falës, e do atë që fal, më fal mua. Pastaj njeriu duhet të jetë i vendost. Kur themi i vendost, doan t'ja shpreje të madhit Allah me sinceritet të plot. Mos jete i dyshimt, se a ma pranon Allahu apo nuk ma pranon Allahu. Pastaj na tregon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam që njeriu duhet të jetë i bindur në lutjen, në duan e tij. Për arsye se bindja është një ndër çelësit të cilët Allahu i jap dirë e qiellit. Në lidhje me këtë, na tregon Muhamedi alayhi salatu wasalam se 1/3 e fundit të natës, i madhi Allah zbret në qiellin me mëshirën e tij, me rahmetin e tij, zbret në qiellin më të afër dhe ju drejtohet robrit të vet. A ka dikush prej jush të cilët më lutet e unë tua pranoj lutjen e tyre? A ka dikush që kërkon prej mua që unë kërkesën e tij t'ja çoj në vend? Dhe a ka dikush nga unë të cilët kërkojnë falje e unë t'ja fal atij? Pastaj ushqimi të jetë halal, pija të jetë halal, veshmbathja të jetë halal. Këto kanë ndikim në lidhje me raportin e lutjes ndërmjet robit dhe të madhit Allah. Pastaj na tregoi pejgamberi alayhi salatu wasalam se është një orë, është një çast, është një kohë në ditën e xhumë, të cilët Allahu atë kohë të cilët i drejtohet robi i tij, atë dua, atë lutje e pranon dhe prap nuk e kthen. Pra kemi shumë elemente, kemi shumë rregulla të cilët njeriu duhet që t'i ketë parasysh që duaja, që lutja e tij të pranohet, pa ajo ma me ndikim që është, ose mos largohet, mos të ndërprej lidhjen me Allahun dhul xhelal. Kur themi mos të ndërprej lidhjen me të madhin Allah, mos t'i thotë vetvetes unë ju luta Allahut dhe Allahu nuk ma pranoj duan. Këtë vërteton vetë Allahu me fjalët e tij. Ud'uni astajib lakum. Më lutni mua që t'ju përgjigjem unë juve. Që do të thotë se Allahu i plot fuqishëm ka vendos kusht, ka vendos garancë që unë do t'ju përgjigjem. Kanë thonë dietarët, Allahu ju përgjigjet nëse është nevojë ati për ati në lutjen të cilët ato janë duke e bërë, por nëse nuk ua pranon, atëherë ndodh që në kaderin, në caktimin e të madhit Allah, qete për ti ndonjë fatkeqësi e me anë të lutjes të cilët ti i bën, Allahu dhul xhelal atë fatkeqësi ta humb. Largohet ajo fatkeqësi, mirë po ti atë nuk e di. Ajo është në diturien e të madhit Allah. Dhe e treta, Allahu të shpërblen në botën tjetër. Sa që njerëzit do të thonë, kur Allahu do të ndihmojnë në botën tjetër, o Zot, o i madhi Allah, ka na vinë këto të mirat. Do t'i thotë Allah, më ki lutur mua në këtë botë dhe unë lutjen ta kumrujtash në këtë moment. Sa të do të thënë robit Allahut, sikur asnjë lutje, asnjë dua mos më kishe pranuar këtë botë dhe gjithë duat t'i rushëm në ahiret, në botën tjetër. Robi i cili e falenderon Zotin në ditë të mira dhe lutet që dhuntin e dhuruar të mund ta përdor në përputhje me pëlqimin e tij, në këtë mënyrë tregon për kushtimin dhe sinqeritetin e tij ndaj krijuesit të madhruar në ditë të bollokët dhe të ratisë dhe kësaj e madhron Allahun xhaleshanuhu bashkë me ata të cilët në mëngjes dhe mbrëmje luten duke dëshiruar pëlqimin dhe kënaqësinë e tij. Kështu që kur analizojmë jetën e të dërguarit të Allahut, shohim që duaja përfshin çdo pore të jetës së tij. I dashuri pejgamberi ynë duan e konsideronte si një element të domosdoshëm pa tjetërsueshëm në rrjedhat e jetës së përditshme. Thënë shkurt, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam
Çdo pore të jetës e pasuronte me lutje dhe përgjërim, gjithnjë ushqente me dua dhe qetësonte shpirtin e tij. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam bënte dua me sinqeritetin më të lartë, kështu që ndonjëherë kur bënte dua kthej drejt kiblës, e ndonjëherë i grinte duart aq lart sa mund t'i dukeshin sqetullat disa herë, duke i hapur duart e disa herë duke i bashkuar shuplakat. Pasi e përfundonte duan, gjithnjë e bashkonte fytyrën me duart dhe këtë u sugjeronte edhe shokëve të tij. Ai vepronte kështu, për arsye se Allahu i madhruar në Kuranin Fisnik ka kërkuar nga besimtarët që t'i luten atij në mënyrë të sinqertë. Luteni Zotin tuaj të përulur e në heshtje, sepse ai nuk i do ata që e teprojnë. Mu për këtë shkak, i dërguari i Allahut nuk e pëlqente bërjen e duas me zë të lartë dhe ata që vepronin kështu i paralajmëronte që të mos se veprojnë në këtë mënyrë. Ebu Musa el-Eshari tregon që një ngjarje e tillë ka ndodhur në rrugën gjatë kthimit nga ekspedita e Iberit. Një grup njerëzish që ishin bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur i ofruan Medinës, u ngjitën në një kodër të lartë dhe filluan ta madhërojnë Allahun xhaleshanuhu, duke lexuar tekbirin me zë të lartë. Në lidhje me këtë, i dërguari i Allahut i këshilloi në këtë mënyrë: e jani në vete, jo nuk i luteni një Zoti që nuk është pranë apo është i shurtur, përkundrazi, jo luteni Allahut i cili dëgjon, sheh çdo gjë dhe është shumë pranë jush. Duaja ndikon edhe në fuqinë të cilët e ngërthen në veti. Në momente të vështira apo në momente të lehta të gëzimit kemi nevojë që t'i drejtohemi Allahut. Tregon Muhamedi alayhi salatu wasalam se para meje kanë qenë në 3 shok, të cilët kanë marrë një udhëtim dhe i ka plon nata dhe strehon me një shpellë. Dhe duke qëndruar në atë shpellë, i ka plon një shkëm, një gur i madh dhe mbetën të mbyllur në këtë vend. Dhe vetë me veti po thunë tash, a ti lutemi Allahut, po për me i lutë Allahut duhet me gjetë ndonjë vepër të mirë, ndonjë punë të mirë që kemi bë para kësaj. Njëri prej atyre thot, une ma herët isha i dashuruar me një vajzë dhe zemra ime u lidh me këtë vajzë jashtëzakonisht. Dhe e prita momentin e duhur kur këtë vajzë e kaploi kriza ekonomike, kriza materiale. Dhe u afrova dhe i dhash 10 denar, me qëllim që të veproj një vepër të cilët e ka ndalu i madhi Allah. Dhe në ato momente mu drejtu kjo vajzë dhe tha, ittaqillah, ke frikë Allahun. Dhe në ato momente tha fillova të dridhem dhe frika e Allahut mbizotroi dashurinë time të cilët e kisha për këtë vajzë. Dhe ju drejtova të madhit Allah në ato momente. O Allah, o Zot, nëse këtë e kom bo për hir tëndin, në ndihmo në këto momente. Dhe filloj pak shkëmbit levizet, po ja aq që dalin prej shpellës. A i diti, tha, oj madhi Allah, o Zot, tha, unë e kum qenë, tha, tregtar, jam marrë me tregtar, dhe kum patur punëtor. Kështu që një ditë prej ditëve, kur erdhë që tu andaj rrogët punëtorve, një punëtor nuk erdhë që ta marrë rrogën e tij. Dhe pas shumë viteve, erdhë dhe mu afru dhe më tha, më kije borç një rrogë. Ti themi dikun 5 dinar. Dhe në ato momente, tha, unë ndjeva një përgjegjësi, se nëse ka qenë rroga 5 dinar, unë me ato 5 dinar kum punu, e kum përpunu atë parën dhe i kum modi dikun të afër 50 dinar, që në vend që t'i jap 5 dinar, i dhash 50 dinar, që mos i hinë në hak. Dhe në ato momente ju drejtohat madhit Allah dhe i thash, o Zot, nëse këtë e kum bo për hir tëndin, na ndihmon në këto momente të vështira. Dhe filloj shkëmbi edhe pak të lëviz, po jo aq që të dalin dhe të shpëtojnë nga shpella. Dhe i treti edhe ki e përkujtoj veprën e mirë, një vepër të cilët e furnizonte
familjen e tij me ushqim halal dhe një ditë prej ditëve u vonua dhe e kishe shprehi, e kishe tradit që para se me ju dhonë furnizim ushqim familjes, fëmijëve të tij, i kishe prindërit gjallë, i ushqen të prindërit dhe pastaj shkonte të fëmijët e tij. Një ditë prej ditëve u vonu dhe kur hini në shtëpinë e tij, i pa prindërit e tij se janë duke flejt. Ka ona tjetër fëmijët ishin duke qajt, ka ona tjetër prindërit ishin duke flejt dhe qëndroj afër prindërit derisa u zgjun ata, i ushqej ato para dhe pastaj shkoj te fëmijët e tij, te familja e tij. Dhe thanë ato momente, o Zot, o Allah, nëse këtë e kom bo për hir tëndin, atëherë na liro, na çliro nga kjo shpellë. Dhe shkëmbi u lirua dhe këta dul. Që kjo ndodhi tregon, do me thonë, fuqinë e duas në momentet vështira që si duhemi t'i drejtohemi të madhit Allah. Pastaj na tregon Muhamedi alayhi salatu wasalam se në kohën e Musait alayhi salatu wasalam, Musa ju drejtu të madhit Zot. O Allah, o Zot, ma mëson një fjalë që si të bëj dua, si të bëj lutje, të cilët do ta them vetëm unë dhe nuk do ta thot dikush tjetër. I madhi Allah, Zoti, i drejtohet Musait dhe thot, ja Musa, kul la ilaha illallah. Thuaj, o Musa, la ilaha illallah, nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. Në ato momente Musa i thot, o Zot, po këtë fjalë e thojnë edhe njerëzit tjerë, nuk është diçka specifike në atë kuptim. Po i thot Allah, ja Musa, sikur fjala la ilaha illallah të vendoset me një anë dhe 7 kat qiell dhe çka ka ndërmjetire dhe 7 kat tokë, çka ka ndërmjetire, fjala la ilaha illallah do të peshon më shumë se sa toka dhe qielli. Që do të thotë se rëndësia e kësaj lutje qenë ka aq e madhe sa që është më e madhe se sa toka dhe qielli. Pastaj kemi rastin e Yunusit alayhi salatu wasalam që na tregon fuqinë e duas, e lutjes, derisa Musai ishe në errësirën e detit, në errësirën e natës, në errësirën të barkut të balenës, ishte në vështërsi dhe e bëni një lutje të cilët vlen për ne deri në ditën e fundit. Tha, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Nuk ka Zot tjetër përveç Allahut. I patëmeta, i plot fuqishëm është Allahu, unë i bëna pa drejtësi vetvetes. Pra, të nderuar, në shumë raste ne i bëjmë pa drejtësi vetvetes, po ta kthejmë këtë padrejtësi duke ju lut Allahut të plot fuqishëm. Shfrytëzoj rastin që pasi që kemi edhe temën për doan, për lutjen, bëjmë doa edhe për vëllezërit tonë të cilët e përjetuan këtë tragjedi, Allahu familjes më të afërt t'u ashtoj durimin dhe Allahu t'i shpërblej me xhenet. Njeriu duhet ta bëjë jetën e tij kuptim plot nëpërmjet të duas. Duhet të jetë i vetëdijshëm se një jetë pa lutje nuk ka vlerë te Allahu xhaleshanuhu. Andaj që t'ja vlerë ekzistencës së vet për ta bërë jetën e kësaj bote domethënëse dhe për të gjetur kënaqësi te Allahu i lartmadhërisëm, ai ka nevojë që të lutet vazhdimisht, ndërsa lutja që do të bëj duhet të burojë nga shpirti i tij dhe të jenë të sinqerta. Duke besuar pa luhatshëm se lutjet e tij do të realizohen, me këmbgulje duhet i drejtoj ato Allahu xhaleshanuhu. Mirëpo nuk duhet nxituar dhe kërkuar që lutja të pranohet sa më parë. Ashtu siç është e mundur që t'i drejtohemi Allahu xhaleshanuhu me dua që thekson ajetet e Kuranit fisnik, si dhe me lutje që transmetohen nga gjeneratat e para të besimtarëve, gjithashtu është e mundur që të lutemi me gjuhën dhe me fjalët tona që na burojnë nga brendësia, shpirti dhe nga ndjenjat tona. Ndërsa forma më e bukur e duas, ashtu siç në çdo punë, është shembulli i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që do të thotë të bësh dua, duke respektuar parimet etike të lutjes dhe duke artikuluar fjalitë që ai na ka mësuar. I dërguar i fundit i Allahut, në një dua i lutet Zotit në këtë mënyrë: Zoti ynë, mi fal të gjitha mëkatet që i kam bërë, si rezultat nga padituria, ato që janë përtej kufive të mi, si dhe të gjitha mangësitë që ti di më mirë se unë. Zoti ynë,
Mi fal mëkatet që i kam bërë me seriozitet dhe me shaka, duke gabuar dhe me vetdije. E pranoj se të gjitha këto mangësi gjenden tek unë. Zoti ynë, mi fal mëkatet që kam bërë deri tani dhe ato që mund t'i bëj në të ardhmen, ato që i kam bërë fshehurazi dhe ato që i kam bërë hapdazi, si dhe të gjitha mëkatet që ti i di më mirë se unë, ti nxjerr përpara dhe ti lë pas, e pakufishme është fuqia jote.